Ju përshëndes e mirë se erdhët në aty sot, ju njoh me zhvillimet kryesore. Kuvendi mblidhet sërish nesër mes protestave që mbajnë jashtë godinës nga qytetarët. Në rendite dominojnë rezolutat për institucionet e pavarura. Duke i paraprirë seancës, Sali Berisha mbrolli grupin parlamentar dhe kërkoi mobilizim nga strukturat për të mbështetur vijimsinë e protestës. Ndërkohë, një seancë e posaçme me 30 korrik i pre deputetët përpara se të mbyllin këtë sesion parlamentar, ndërsa të premten Rama e ka të rezervuar një mbledhje me të tillët ku priten vendime të rëndësishme. Ministri i Drejtësisë prenoi gatishmërinë e socialistit Ulsi Manja për të ndryshuar kushtetutën me qëllim zgjatjen e mandatit të prokurorëve të SPAK. Toni Gogu e bëri të qartë se as qeveria dhe as kuvendi nuk lëvizin dot pa autorizimin e garantëve të reformës në drejtësi, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Komisioni Evropian. Gjendet i mbytur në Ksamil një peshkatar. 61 vjeçari Mihajl Zoj u gjeti pa jetë në det, ndërsa varka e tij ishte fundosur. Dyshohet se shkak mund të jetë bërë stuhia që përfshiu dje Bregdetin e Jugut, ku gjithashtu në Himar humbi jetën edhe një elektricist i cili ra nga shtylla teksa po tentonte të lirte energjinë elektrike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës sulmojnë objektet ushtarake iraniane për të 11-ën natë radhazi. Trump paralajmëron goditjen e centralit nëntokësor të Natanz, ndërsa Teherani hakmerret me raketa ndaj bazave amerikane në rajon. Deri tani, lufta në Iran i ka kushtuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës $35.7 miliardë. Do t'jemi bashkë në këtë hapësirë informative, unë jam Loneta Progni. Shkon në 2 numri i viktimave që dyshohet se lidhen me stuhinë e fuqishme që përfshiu jugun e vendit. Pas elektricistit në Himar i cili humbi jetën pasi ra nga një shtyllë teksa punonte për të rikthyer energjinë elektrike të ndërprerë nga moti i keq, një tjetër ngjarje tragjike është regjistruar në Sarand. Një peshkatar 61 vjeçar, Mihajl Zoj, është gjetur i pajet në ujërat pranishujve të Ksamilit, ndërsa mjeti i tij lundrues u gjeti fundosur. Dyshimet paraprake janë se ai ka humbur jetën si pasojë e kushteve të rënduara atmosferike gjatë stuhisë së mbrëmshme. Megjithse, hetuesit po verifikojnë edhe pjesën e një vetë mbytjeje. Policia vijon hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes. Stuhia e fuqishme ka prekur të gjithë Ballkanin. 20 të lënduar dhe dëme të shumta materiale janë raportuar në Maqedoni të Veriut. Moti i keq preku Kosovën duke shkulur çati dhe bllokuar rrugë në Bosnjë dhe Hercegovinë, pati breshër, ndërsa Rufeja vrau 30 kafsh. Një stuhi e fuqishme e ktheu Verën për pak orë në dimër në rajonin e Ballkanit. Maqedonia e Veriut raportohet që t'jetë vendi më i prekur, me mediat që raportojnë për 20 persona të lënduar, me një pjesë prej tyre me dëmtime në kokë dhe fraktura. Stuhia e shoqëruar nga erëra të forta rrëzoi një numër të madh pemësh, struktura çatish nga ndërtesa dhe shtëpi, si dhe dëmtoi kablo elektrike dhe automjete. Autoritetet e Maqedonisë së Veriut konfirmuan se mbi 8.000 qytetar kanë raportuar dëmtime apo kanë kërkuar ndihmë në numrin e emergjencës. Moti i keq ka shkaktuar probleme të konsiderueshme edhe në Kosovë. Suareka dhe Lipjani kanë raportuar situatë shqetësuese pasi janë shkaktuar dëme në sektorin e bujqësisë, infrastrukturën publike dhe rrjetin energjetik. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka lëshuar paralajmërim të nivelit portokalli për të gjithë territorin e Kosovës, duke njoftuar se gjatë së mërkurës priten stuhi të fuqishme të shoqëruara me vetëtima, rreshje intensive shiu, breshër dhe erëra të forta me karakter stuhish. Moti i keq gjunjëzoi dhe disa pjesë të Bosnjë dhe Hercegovinës. Rufeja vrau të paktën 30 dele në Bosnjë. Në Kroaci, një goditje rufeje shkaktoi një zjarr në një pyll me pisha në zonën e Makarskës. Fal ndërhyrjes së shpejtë të zjarrfikësve, zjarri u shua shpejt dhe u parandalua përhapja e tij. Turistët duan prodhime vendase, por ne nuk kemi mjaftueshëm për t'u ofruar. Për të përballuar flukset e këtij viti, Shqipërisi duhen $1.9 miliard ushqime. Me zhvillimet aktuale në bujqësi, veçanërisht ato në drejtim të financimit, më shumë se sa prodhimi vendas, të gjitha gjasat sinjalizojnë për zgjerim të importeve.
Për të përballuar numrin në rritje të turistëve, Shqipërisë do t'i duhet të ketë një prodhim që prek vlerën e 1.9 miliard eurove, 300 milion më shumë se viti i shkuar. Numrit huajeve që vinë për pushime pritet të shkojnë në rreth 14 milion, të cilët kërkojnë të shijojnë prodhimet vendase, po sa mundet bujësia jonë t'i ushqej? Ajo që duhet neutralizojmë është që këta turistë që vinë, krahas akomodimit në vendin tonë, mundësisht të konsumojnë edhe prodhimet e vendit tonë. Dhe kjo nuk e tregon gjë të tillë. Kjo tregon që diferenca është mbushur nga importet. Turizmi vlerësohet si një shans i mirë për bujësinë nga njohës të sektorit, por me zhvillimet aktuale, veçanërisht në drejtim të financimit, më shumë se sa prodhimi vendas, të gjitha gjasat sinjalizojnë për një zgjerim të importeve. Në kohë që ti ke domate në Shqipëri, ti merr domate në Greqi. Në kohë që ti ke, të themi, shumë artikuj ushqimor në Shqipëri, ke të pamjaftueshëm dhe ty të shkojnë t'i marrin në jashtë shtetit. Kjo nuk është normale. Dhe të tregojnë dhe shifrat. Sikur të mos mjaftonte prodhimi i dobët vendas, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ju është përgjigjur flukseve në rritje të turistëve duke hequr naftën falas nga skema kombëtare mbështetëse për këtë vit. Kemi vite që flasim që duhen rritur subvencionet në bujqësi, në blegtori. Çfarë po shikojmë? Po shikojmë një rënje drastike të prodhimit të prodhimeve bujqësore blegtorale. Dhe një pamundësi e tyre për të konkuruar me prodhimin e huaj. Rritja e kërkesës për konsum nga të huajt për shkak të prodhimit të dobët vendas po ushtron presion mbi çmimet e produkteve. Kryesisht bulmeti, por edhe zarzavatet e prodhuara në vend u shtrenjtuan mesatarisht me rreth 5% vetëm në gjysmën e parë të këtij viti. AKU konstaton probleme me sallatën dhe perimet e amballazhuara në markete, se për cilat produkte bëhet fjalë. Ne kemi në lidhje të drejtë për drejtë kolegun Mario Brakaj për të na dhënë më shumë detajet. Përshëndes Mario, cilat janë këto produkte dhe konkretisht çfarë rreziku përbëjnë për konsumatorët? Atëherë bëhet fjalë për produktin sallate ngrirë, e cila shitet në pikat e tregtimit me pakisë të produkteve në kryeqytet veçanërisht, e cila është importuar nga Italia me datë skadence datën 30 qershor 2028. Në fakt ka qenë një konsumator i një shteti të Bashkimit Evropian, i Spanjës, ai i cili ka ngritur alarmin pasi produkti në fakt importohet jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shtetet e tjera të Bashkimit Evropian, i cili ka gjetur një trup të ngurtë dhe pas konstatimeve dhe pas alertit të ngritur, në fakt është vënë re që i njëjti produkt, le të themi, ka pasur problematika të ngjashme edhe në disa shtete të tjera, përfshirë këtu Francën, por edhe Shqipërinë, ndërkohë që sistemi RASFF i Bashkimit Evropian ka dhënë alertin, autoriteti kombëtar i ushqimit në Shqipëri ka ushtruar kontrolle në distributorin i cili kryen importin e produktit nga Italia, por në fakt në raftet e dy prej pikave të supermarketeve në kryeqytet nuk është gjetur produkt, pasi ai ishte shitur, ndaj edhe thirrja e autoritetit kombëtar të ushqimit kundrejt të gjithë konsumatorëve të cilët e kanë bler këtë produkt dhe ende nuk e kanë konsumuar, ndoshta janë duke e ruajtur në kushte frigoriferike, këshillohet të mos konsumohet, madje duhet mos konsumohet pasi mbart një rrezik të lartë për shëndetin e qytetarëve. Pra konsiderohet i rrezikshëm, ndaj edhe duhet menjëherë le të themi ose të kthehet në pikën e supermarketit të bler ose të njoftohet inspektorët e autoritetit kombëtar të ushqimit për të vijuar me procedurat e nevojshme. Por duke pasur parasysh faktin që nuk është se po ndodh për herë të parë që ka produkte problematike në treg dhe ato konstatohen thuajse nga qytetarët apo në raste importesh kur bëhen analizat këtyre produkteve. Në këto momente çfarë po bën edhe autoriteti kombëtar i ushqimit për të minimizuar produkte të kësaj natyre problematike pra në treg dhe për ta mbrojtur konsumatorin prej tyre?
Problemi më i madh që ne hasim në Shqipëri në drejtim të sigurisë ushqimore është ai i mospasjes së një filtri në pikat doganore. Pra, bëhet e vështirë nëse produkti futet në supermarkete, në dyqane dhe më pas tregtohet, blihet nga qytetarët, do duhet le të themi që hallka që të funksionojë dhe të parandalojë qarkullimin e këtyre produkteve të kontaminuara apo le të themi problematika nga më të ndryshme të ndodh në pikat kufitare në momentin që produkti importohet nga jashtë. Dhe duket kur Shqipëria nuk ka arritur pavarësisht investimeve të mbështetura nga Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Europiane për rindërtim dhe zhvillim, por edhe ajo investimeve kanë dhënë shumë para, ambasadat e shteteve të ndryshme, përfshirë ato të Bashkimit Evropian, madje edhe një pjesë e parave nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor, Shqipërisë janë dhënë pikërisht për të forcuar sigurinë ushqimore, pasi është kapitulli 32 dhe një prej kapitujve më të vështirë bashkë me mjedisin për tu përmbyllur në negociatat e antarësimit, por duket sikur në këtë drejtim Shqipëria nuk po arrin dot të bëjë mjaftueshëm. Edhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian, vendi nuk arriti dot të merrte një notë kaluese në drejtim të sigurisë ushqimore, një sfidë kjo si për konsumatorët vendas, por edhe për le të themi në rast se ne do të jemi antar i vendit të Bashkimit Evropian vitin 2030 dhe do duam të eksportojmë produkte drejt Unionit, atëherë do të bëhet e vështirë. Për momentin ne kemi të ndaluar të eksportojmë produkte me origjinë shtazore dhe ato të bulmetit, një le të themi vije kuqe kjo që Shqipëria nuk ka arritur dot që ta kapërcej. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ndërkohë vazhdon atë reformimin e brendshëm të trupave inspektuese, por që deri më tani ka ngelur më shumë një ndryshim në hierarkinë drejtuese, por edhe në atë le të themi strukturën e përgjithshme të autoritetit, pa dhënë ende rezultate në miradministrimin dhe parandalimin e rasteve me ushqime të kontaminuara. Mario, faleminderit për gjitha detajet që përcollet, duke theksuar edhe një herë që qytetarët duhet të kenë kujdes me këto produkte që blejnë dhe të mos i konsumojnë ato në rast se janë pjesë e këtyre produkteve problematike të konstatuara tashmë. Ne do të vijojmë më tej qytetarët që do t'i drejtohen institucioneve bankare dhe jo bankare për të marrë kredi konsumatore me vlerë deri 200.000 lekë, do të paguajnë më pak interes, pasi Banka e Shqipërisë ka vendosur të ulë tavanin për interesat maksimale që do të aplikohen për këto hua. Për një hua deri në 200.000 lekë, ai që merr kredi konsumatore në banka apo institucionet e mikrofinancës do të paguajë maksimalisht normë interesi 51.37% nga 54.8% që ishte deri në fund të qershorit. Pra, nëse një qytetar do të marrë 200.000 lekë kredi maksimalisht, ai do duhet të kthejë rreth 302.000 lekë. Banka e Shqipërisë ka përditësuar tavanet e interesit për kredit konsumatore. Banka Qendrore ka përcaktuar gjithashtu që edhe norma maksimale e interesit për shumat nga 2 deri në 10 milion lekë do të jetë vetëm 12.43%. Normalisht është pozitiv patjetër si hap, por janë disa arsye ndër të cilat pse është bërë edhe një tillë. Është dhe situata ekonomike në të cilën ndodhemi sot e ka bërë këtë që edhe Banka e Shqipërisë të ndërmarrë një hap të tillë dhe të vëri pak në kontroll këto institucione, të cilat deri dje kishin shumë më tepër liri veprimi. Normat maksimale të interesit kanë ndryshuar edhe për overdraftet, forma e dytë më e përhapur e huamarrjes, e cila përgjithsisht lidhet me pagën e individit. Për shumat deri në 200.000 lekë, norma maksimale e interesit do të jetë 18.7%, ndërsa për ato deri në 600.000 lekë 18.39%. Kuptojmë shumë mirë që edhe këto institucione kanë fondet, pra burimet e tyre të cilat i lëshojnë me qera kanë kosto më të larta, por ka gjithmonë një marrë shpejtimi i cili duhet të kontrollohet në një ekonomi të tillë. Mendoj se qëllimi kryesor pse Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë është për të rritur konsumin. Që do të thotë, duke ulur normat e interesit të kredimarrjes për konsumatorët, ka shumë individ, ka shumë popullsi. Ne jemi edhe në situatë e cila nuk është normalizuar ende. Banka e Shqipërisë miratoi në fund të vitit 2021 norma tavan të interesit për kredit konsumatore. Vendimarrjet e Bankës së Shqipërisë vijnë edhe si pasojë raportimeve të shumta për abuzime me normat e interesit të dhëna nga institucionet e financës jo banka, që u konfirmuan edhe nga hetimet e Prokurorisë së Tiranës. Si kundërpërgjigje, Banka Qendrore ju hoqi licencat disa shoqërive. Banorët e 7 fshatrave në Fier kanë protestuar përpara kompanisë Bankers Petroleum, pasi nuk i është paguar qiraja e tokës për vitin 2016.
si dhe u kërkohet përgjysmimi për vitin e ardhshëm. Dhjetra banor të fshatrave të zonës naftëmbajtëse Patoz Marines protestuan paraditën e kësaj të mërkure përpara zyrave të kompanisë Bankers Petroleum, duke kërkuar pagesën e qiras së tokave të tyre. Rreth 800 banor nga fshatrat Marines, Belin, Sheqisht, Zharz, Kallm, Prashër dhe Kuman nuk janë paguar që nga fillimi i vitit 2026 për qiran vjetore të tokave që kompania përdor për rrugë, parking, sheshe dhe puse nafte, të shfrytëzuara prej saj që nga viti 2010. Këta ne vonojnë lekët, ne kanë vonuar nga 6, 7, 8 muaj. Ka dhe nga 2025 që janë firmosur për kontratat dhe nuk janë dëm shpërblyer. Na ka vënuar shumë, edhe thot arsyeja se ju e keni me 4, thot dhe tash do ta pagoj me 2. Pse ta pagoj me 2? Kur ne kemi me 4, kemi bërë kontratën 10 vjet më përpara. Ata kanë shkelur me të dyja kontratën që ne kemi firmosur. Banorët kërkojnë respektimin e kontratave dhe zbatimin e ligjit, ndërsa kundërshtojnë ndryshimin e kontratës nga 1 vjeçare në 2 vjeçare, si dhe përgjysmimin e vlerës së qiras. Kontrata është bërë me 4 milion lek dylymi, këta kërkojnë ta ulin, ta bëjnë me 2. Në të njëjtën kohë që të çmimet kanë vajtur në stratosferë. Kur një dylym ser sot bujku nxjerr gati 6-7 milion lek në një dylym. Pse të firmos 2 kontrata për 2 vjet? Kontrata firmoset çdo vit. Ky që kemi firmosur më përpara. Ata paralajmërojnë se nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh, do të kërkojnë rrethimin e tokave në gjendjen e mëparshme dhe do të përshkallëzojnë protestën. Kërkojmë që këta o të zbatojnë kontratën me 4 milion dhe të jetë në rritje jo në ulje, ose ta prishin kontratën e të na kthejnë në tokë buke, në gjendje mëparshme, sipas kontratës që kemi. Edhe me 2 fjalë themi kompanisë, dakord, na liro tokat, na i kthejnë gjendjen e mëparshme, që ne të prodhojmë mishë dhe grua, edhe mos merremi me ta, se s'ka nge njerëzit vinë lart e poshtë në zyrët e tyre. Unë kam pas probleme edhe tjera, jam paraqitur gjykatë, unë personalisht. Edhe i kam bllokuar punimet tyre, edhe ja bllokoj prapë. Po unë kërkoj të jem njerimi të gjitha. Të merrem me vesh me kontratën. Unë jam nga ata që e bllokoj prapë, po ne themi të merrem me vesh. Për banorët e zonës naftëmbajtëse qiraja vjetore e tokave mbetet një nga burimet kryesore të të ardhurave të familjeve të tyre. Një fëmijë 1 vjeç është dërguar në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Pojsk, ku ndodhet mama e tij 34 vjeçe, e cila po vuan një dënim prej 2 muajsh burg. 34 vjeçarja u arrestuan në pikën e kalimit kufitar të Moriqanit në kthim nga Gjermania në zbatim të një vendimi gjyqësor të formës së prerë të dhënë mungesë në vitin 2023 për veprën penale dhunë në familje ndaj vjerrit të saj. Sipas familjarëve, gruaja është nënë e 3 fëmijëve të mitur. Njëri prej tyre është 4 vjeç dhe ka probleme shëndetësore, i dyti 2 vjeç, ndërsa më i vogli vetëm 1 vjeç është dërguar pranë nënës së tij në institucionin e vuajtjes së dënimit. Familjarët pretendojnë se vjeri e ka falur 34 vjeçaren dhe se dënimi prej 2 muajsh duhet të ishte zbutur nga ligji i amnistisë. Pavarësisht këtyre pretendimeve, urdhri i ekzekutimit të vendimit gjyqësor është zbatuar nga institucionet përgjegjëse. Gjatë ditës së sotme pritet që avokati i popullit të zhvillojë një vizitë në burgun e Pojskës për të takuar me 34 vjeçaren dhe për të njohur nga afër me rastin dhe me rrethanat e këtij rasti, si dhe me kushtet në të cilat po qëndron fëmia i mitur së bashku me nënën e tij. Ministri i Drejtësisë frenoi gatishmërinë e socialistit Ulsi Manja për të ndryshuar kushtetutën me qëllim që të plotësohej kërkesa e prokurorëve të SPAK për rikandidim në përfundim të mandatit të parë. Toni Gogu e bëri të qartë se as qeveria dhe as kuvendi nuk lëvizin dot pa autorizimin e garantëve të reformës në drejtësi, Komisionin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prokurorët deklaratën e zotit Manja. Rikandidimi për një mandat të dytë të prokurorëve të SPAK është në dorë të partnerëve garant të reformës në drejtësi, shpjegoi ministri Toni Gogu, pavarësisht gatishmërisë së kolegut të tij të partisë Ulsi Manja për të ndryshuar kushtetutën. Mandati i tyre është i garantuar në kushtetutën, në aneksin e kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, që do të thotë që ka nevojë për një vlerësim jashtëzakonisht të kujdesshëm, jo vetëm nga ata vetë,
nga institucionet përkatëse siç është Kuvendi i Shqipërisë, por edhe Komisioni Evropian me të cilin ne po partnerizojmë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me të cilët kemi pasur partner strategjik në reformën në drejtësi. Deklaratën e bëri në konferencën për media ku gjykatave që vijojnë të ankohen për numrin e lartë të dosjeve të prapambetura u kërkoi të mësojnë nga kolegët e shkallës së lartë. Dua të them këtu se gjykata e lartë na tregoi se reduktimi i dukshëm i çështjeve prej 60% është i mundshëm. Pra ne nuk mundet të kënaqemi me zbritjen 1%, 2% që po na ndodh çdo vit, ka filluar trendi rënës i çështjeve të mbartura, por ne duhet të shkojmë me një plan konkret dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor është duke punuar për këtë gjë. I pyetur pse Ministria e Drejtësisë nuk bën më shumë lidhur me noterët që ndihmojnë pastrimin e parave, topin e kaloi te gjyqësori. Kemi pasur raste edhe kur gjykata ka vendosur të kthejë një noter dhe të heq pezullimin e licencës që kishte vendosur Ministria e Drejtësisë. Toni Gogu ishte live kur doli lajmi se Laert Haxhis, të dënuar me burgim të përjetshëm, ishte sekuestruar përsëri një telefon në burgun e sigurisë së lartë të Drenovës. Kjo nxiti pyetjen pse personazhe të tilla nuk kalojnë në regjimin më të rrept 41 bis. Natyrisht që është kompetenca e prokurorisë dhe e gjykatës që të mundet që të kërkojnë vendosjen e atyre personave pasi u kufizohet liria në një mënyrë edhe më ekstreme. Ministri nuk komentoi lidhur me pyetjen pse këto telefona që sekuestrohen eksponentëve të krimit në Burgje dërgohen përmes BK-s për ekspertizë në SPAK. Mbledhja e Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore u shtyp pasi demokratët kërkuan që në seancë të jeti pranishëm drejtori i Policisë së Shtetit Skënder Hita dhe jo zëvendësi i tij. Unë propozoj që kjo mbledhje të mos zhvillohet me zëvendës drejtuesin, të mund të komunikoni, edhe kreu ai që ka njoftuar që sot nuk vjen mund ta dini më përpara se ka një komunikim më përpara dhe jo këtë ditë sot neve të njoftoheshim që nuk vjen. Jeta nuk është bardhë zi e dashur. Unë kur t'jap një përgjigje, t'jap për diapazon më të gjerë, për gjetur vetëm. Po mirë më zonj. Ashtu, mua e dashur mos më thuaj. Jo pra jo, mos më thuaj mua e dashur e para. Po çfarë them, dashur armik. Jo, jam këtu antare komisionit e para. E dyta, ajo që kërkoj mos respekt për Komisionin e Reformës Zgjedhore. Kaq. Respekt. Nuk e caktojnë ato. Në rastin e fjalë, drejtori i përgjithshëm ishte drejtor në një qark, në një provincë, kurse unë kam qenë përgjegjësi për procesin zgjedhor të vitit 2025. Nuk mund të vi këtu drejtorisë juridike apo drejtori i analizës financiare. Mund të jenë dhe ata, po jo ata që përfaqësojnë. Ne kërkojmë përgjegjësi në nivelin maksimal politik institucional. Kështu që unë gjykoj që neve ta ndërpresim të mbledhjen dhe të bëjmë marrë masat për Atëherë, në reflektim të asaj që me ju propozoni, thash që në fillim që ky komision funksionon me konsensus, nuk është se ka imponim nga njëra ose tjetra palë. Gjithsesi dhe unë e mbështes idenë që ne për hir të kësaj dhe për të pas një punë më cilësore, ta shtyjmë mbledhjen në një moment tjetër, ku të vinë disa përfaqësues, pra drejtori i përgjithshëm i policisë, ai që mbulon hetimin, mas edhe për krimin kibernetik, mendoj që është e rëndësishme sepse është element që sa vjene po përfshihet më shumë në zgjedhje, apo qoftë dhe një influenca tjera, edhe ju, zoti drejtor, që keni një eksperiencë goxha të gjatë në këtë çështje. Një gjë duhet teksuar sepse unë me mirëkuptim e tham për kolegët e opozitës, mos i kthehemi të njëjtave deklarata politike se për këtë punë jemi këtu. Nuk i mbushim mendjen, domethënë është respekt për veten, është respekt për njëri tjetrin, të përsërisësh të njëjtin gjë për një gjë që kemi rënë dakord për ta bërë. Puna është hajde ta bëjmë. Dhe këtë do të thoja, se ka ikur koha ku policia e shtetit merrte kutit me vete. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi protesta kundër një reforme territoriale që sipas tij po përgatitet në mënyrë të njëanshme nga qeveria. Ai u bëri thirrje demokratëve të mobilizohen edhe për protestën e të rinjve. Kryetari i Partisë Demokratike akuzoi sërish kundërshtarin e tij se po përgatitet për të bërë reformë territoriale të njëanshme, por tha se përgjigjja e demokratëve do të jetë protesta. Akoma nuk kanë bërë konsultat në qarkun e Tiranës. Akoma nuk ka ardhur ekspertize e pritshme nga Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Regionale. Të gjithë Shqipërinë do ngrem në këmbë. Nuk ka. Nuk mund ta bëj ky si çiflik personal të tij vendin.
Mbi 50 ditë protest, ndërsa të njëjtën parashikohet të bim përballë parlamentit që mblidhet në seancë plenare. Berisha kishte një mesazh për të gjithë strukturat e Partisë Demokratike. Do bëni çdo gjë për të mobilizuar të gjithë mbështetësit dhe anëtarësinë tonë, për ta mbështetur këtë protest në mënyrën për të marrë pjesë dhe mbështetur atë në mënyrën më të fuqishme. E ka vendosur regjimin në agoni. Nuk duhet në asnjë mënyrë, as në një të mitën e sekondës të harrojmë se çfarë kauze të drejtë mbron kjo protest. Një replik pati edhe me kreun e qeverisë, i cili ka akuzuar protestuesit se po dëmtojnë turizmin këtë vit. E vërteta është sot se si kur më parë, plazhet e vendit janë bosh, nga Saranda në Shëngjin dhe më lart. Dhe faktori më shkatrimtar për turizmin është Narko Euro, e cila ka rënë me 32%. Duke treguar edhe shifra, lider opozitar tha se përveç euros, por vlerësohen edhe valuta të tjera të huaja. Në Vlorë janë mbajtur sërish homazhe pranë Bregdetit për gazetarin Enrik Mehmeti. Një letër e vllajt preku të pranishmit, teksa një trëndafil i bardhë u hodh në det në kujtim të gazetarit të ndjerë. Një trëndafil i bardhë u hodh në det dhe shumë lot u erdhën nga të pranishmit në homazhet e mbajtura për humbjen e gazetarit Enrik Mehmeti. Miq, koleg dhe familjar mblodhen në Bregdetin e Vlorës, pikërisht në vendin ku Enriku kalonte një pjesë të madhe të ditës së tij, ku priste turistë të shumt, u tregonte bukuritë e Vlorës dhe promovonte me pasion qytetin që ai shumë e donte. Në tingujt e muzikës së trish dhe pranë fotografisë së Enrik Mehmetit, qytetarë të shumt nderuan figurën e një gazetari të përkushtuar dhe të një qytetari model, i cili u nda nga jeta pak ditë më parë në zonën e Zvërnecit. Në emër të familjarëve, miqve dhe shokëve të Enrikut, Ylli Meçe vlerësoi figurën e gazetarit të ndjerë duke theksuar se ai nuk e ndali asnjëherë punën dhe përkushtimin për qytetin e Vlorës. Se ti do të jesh i gjallë mbi të gjallë. Me punën, mundin dhe sakrificën për ta mbajtur kokën larg Vlorës, familjes tënde dhe dy vëllushve të tij. Një letër prekse e vëllait të Enrikut u lexua gjatë homazheve, si dhe mesazhi ngushëllimi dërguar nga presidenti i Republikës Bajram Begaj. Kur nuk më besohet se ti po ikëm. Ti je trim i pavdekshëm. U rritëm bashkë si dy shok, si dy vëllezër, si dy luftëtar, i bëje ballë shtetit, prokurorëve, gjykatësve. Kur nuk shkonin dhe rrugëshët e paudhët, që ishe gjykatë si këti populli, e nuk të dritej syri. Në premtove kur në la babaj të vejër, do të jemi bashkë gjithë jetër. Mos u mërzit më thosh. Sot ti me le pa kraun e djatë dhe pa të majtin dhe pa zëmër. A i trupi joti fëtot, që vlaj puthe dhe i lutesh Zotit të më merë dhe mua, por Zotit nuk e pranoj. Se të mori pran ti, se erojnë dhe njerëzit ujnorë nuk e kanë vëndi këtu në tokë. Ti ike me trup, por e gjallë me snesh, dërsa unë jam një gjallë me trup të vdekurit. Enrik Mehmeti e deshi jetën dhe qytetin e tij me gjithë zemër, edhe pse u nda tragjikisht dhe shumë herët nga jeta, ai do të mbetet përgjithmonë në kujtimet e familjarëve, të afërmve, miqve, kolegëve dhe të gjithë atyre që patën fatin ta njihnin. Vetëm pas pak, në dy sot do të ndiqni, Shtetet e Bashkuara të Amerikës sulmojnë objektet ushtarake iraniane për të 11-ën Natë-radhazi. Trump paralajmëron goditjen e centralit nëntoksor të Natanz, ndërsa Teherani hakmerret me raketa dhe bazave amerikane në rajon, ndërsa deri tani në Iran i ka kushtuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës luftat $35.7 miliard.
Jemi kthyer në dy sot, vijmë të tjera informacione. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu ka bërë me dje se të premten do të caktojë datën e mbledhjes konstituive të Kuvendit të Republikës, e cila do të jetë në javën e parë të gushtit. Ajo gjithashtu sqaroi se deri më tani nuk ka një marrëveshje për bashkëqeverisje apo për presidentin e ri mes vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë e kam përmenda dhe më herët që për shkak se afatet kohore për zgjedhjen e presidentit rrjedhin prej momentit kur ne konstituojmë kuvendin, kam vlerësuar që është e rëndësishme që t'u japim hapësirë dhe kohën e nevojshme partive politike në mënyrë që të arrijmë deri te një marrëveshje për ta zgjedhur presidentin ose për ta tejkaluar situatën që e kemi për momentin. Prandaj ajo do të bëhet në javën e parë të muajit gusht, edhe të premten besoj do ta bëj njoftimin se kur saktësisht do të bëhet ky seancë. Nuk ka pasur marrëveshje, po të kishte marrëveshje sigurisht që do ta bënin publike. Në atë takim ka qenë kryeministri Kurti dhe ministri i financave zoti Murati, dhe në anën tjetër zoti Abdigjiku dhe zonja Osmani Sadriu. Ka pasur diskutime për rrugën që duhet ta ndjekim përpara, por jo marrëveshje. Shtetet e Bashkuara kanë sulmuar ashtë për Iranin në natën e 11 radhazit e aksioneve kundër zonave ushtarake. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio akuzoi negociatorët e Teheranit se nuk janë serioz në bisedime. Kjo ishte nata e 11 radhazi e sulmeve të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Komanda qendrore amerikane njoftoi se ka goditur qendra operacionesh ushtarake, asete detare, hangare avionësh, objekte magazinimi për dronë dhe infrastrukturë logjistike ushtarake, duke synuar që të dobësoj më tej aftësinë e Iranit për të kërcënuar transportin tregtar në ngushticën e Hormuzit, thuhet në një deklaratë. Mediat shtetërore iraniane raportuan se mbrojtja ajrore u aktivizua në kryeqytetin Teheran. Shpërthime u dëgjuan gjithashtu në qytetin veri perëndimor të Tabrizit, portët juglindore të Çabar dhe Konorak, si dhe në qytetin jugor të Busheherit, ku ndodhet i vetmi termocentral bërthamor i Iranit. Por edhe regjimi është kundërpërgjigjur duke lëshuar raketa dhe dronë në drejtim të bazave dhe aseteve amerikane në Kuvajt, Jordani dhe Bahrein. Ndërkohë, sekretari i shtetit të SBA-s, Marco Rubio, tregoi pse diplomacia nuk po funksionon. Shtetet e Bashkuara janë gjithmonë të përkushtuara ndaj diplomacisë. Ne jemi mendjehapur dhe gjithmonë të gatshëm të angazhohemi në zgjidhje të mosmarrëveshjeve me anë të negociatave, dhe kjo mbetet e vërtet në rastin e Iranit. Problemi që po kemi tani është se ata nuk janë serioz në lidhje me bisedimet. Nëse bëhen serioz dhe ne do të jemi të tillë. Nëse nuk janë, atëherë do të bëjmë atë që është e nevojshme për të mbrojtur interesat tona dhe gjithashtu interesat e aleatëve tanë. Irani, i cili ka sulmuar bazat ushtarake të SBA-s dhe aleatët e saj në lindjen e mesme vazhdimisht, paralajmëroi për hakmarrje pasi presidenti Donald Trump tha se ushtria amerikane së shpejti do të godasë një central bërthamor nëntoksor pranë Natanzit. Lufta me Iranin i ka kushtuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës rreth 37.5 miliard dollar deri më tani, një rritje prej gati 8 miliard dollarësh që nga vlerësimi i fundit në maj. Këtë e konfirmoi sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth gjatë një dëgjese në Kongres. Ai tha Komitetit të Buxhetit të Senatit se ishte urgjente që ligjvënësit të miratonin edhe 87 miliard dollar të tjerë në financimin e Kongresit për Pentagonin, me 67 miliard dollar të destinuara për operacione në lindjen e mesme. Seanca dëgjimore u ndërpret disa herë nga protestuesit kundër luftës dhe përfundoi në një përleshje verbale midis sekretarit të mbrojtjes dhe një senatori. Ishte paraqitja e parë e Hegseth në Capitol Hill që kur sulmet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit rifilluan javën e kaluar dhe vjen pasi 3 ushtarë amerikanë u konfirmuan të vrarë në rajon. Shtëpia e Bardhë kërkoi Kongresit në prill 1.5 trilion dollar për Pentagonin gjatë vitit të ardhshëm fiskal, gjë që do t'i rrisë shpenzimet ushtarake amerikane në një nivel rekord në epokën moderne. Protestuesit fitojnë në Ukrainë me presidentin Zelenski që u detyrua të shkarkonte nga detyra komandantin e përgjithshëm të ushtrisë. Ndërkohë, lufta nuk ka ndalur. Forcat e Kievit kanë sulmuar kompaninë më të madhe të shitjeve online në Rusi. Kievin e mbrojti me sukses, por jo vendin e punës.
Oleksandr Sirski është shkarkuar nga detyra komandantit të përgjithshëm të ushtrisë së Ukrainës nga vetë presidenti Volodymyr Zelenski. Vendimi erdhi pas protestave që shpërthyen në të gjithë vendin për shkak të largimit nga posti të ministrit të mbrojtjes Mikhailo Fedorov. Shëtemet fillestare se fundi i mandatit të Fedorovit lidhej me një konflikt midis tij dhe Sirskit u konfirmuan shpejt. Tashmë komandanti i ri është Mikhailo Drapati, 43 vjeç, i cili është një general popullor dhe i provuar në betejë përballë Rusisë. Në një postim në mediat sociale, Zelenski falendëroi Sirskin për fushatat e tij ushtarake, përfshir rolin e tij në mbrojtjen me sukses të kryeqytetit Kiev gjatë ditëve të para të pushtimit në shkallë të plotë të Rusisë në vitin 2022. Edhe në minutat e fundit në detyrë ka ndihmuar që t'i vëj flakën vendit të drejtuar nga Vladimir Putini. Dronët Ukrainas kanë goditur përsëri depot që i përkisnin shitësit me pakicë online më të madh në Rusi, duke plagosur 15 persona sipas themeluesit të kompanisë dhe guvernatorëve rajonal. Qendrat logjistike të drejtuara nga Wildberries në 2 qytete në jug perëndim u prekën nga sulmet gjatë natës, ndërsa Moska pretendon rrëzimin e 242 dronëve. Është hera e dytë që Ukraina ka sulmuar objektet e firmës brenda 4 ditësh. Presidenti i Ukrainas konfirmoi se forcat e tij kishin goditur qendrat logjistike në rajonet Krasnodar dhe Stavropol, të përfshira në furnizimin e ushtrisë ruse me komponent dronësh, pajisje navigimi dhe pajisje të tjera. Por edhe Rusia shënjestroi rënd Ukrainën me disa viktima në Kharkiv, 2 anije dhe baterinë Neptun të goditura në portin e Odesës. Presidenti Amerikan Donald Trump doi që Gianni Infantino të lërë drejtimin e FIFA-s për të bërë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Këtë e raportojnë mediat amerikane duke theksuar se kreu i shtëpisë së bardhë beson se zvicerani i bashkon njerëzit. Nga kupola e shtëpisë së futbollit në atë të politikës së botës. Donald Trump dëshiron që presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, të jetë sekretari i ardhshëm i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Këtë e raporton New York Post, duke cituar burime që thonë se presidenti amerikan beson se Infantino respektohet nga të gjithë në botë dhe ka një aftësi të veçantë për t'i bashkuar njerëzit. Sekretari i ardhshëm i përgjithshëm i OKB-s do të zgjidhet këtë vit për të zëvendësuar Antonio Guterres, i cili do të japë dorëheqje në fund të dhjetorit. Për të siguruar rolin e sekretarit të përgjithshëm, Infantino do të duhej që të siguronte miratimin e 15 anëtarëve të Këshillit të Sigurimit, të ndjekur nga miratimin nga Asambleja e Përgjithshme. Nuk është e qartë nëse Infantino e dëshiron këtë pozicion dhe deri në çfarë mase Trump e ka diskutuar atë me të. Ideja e presidentit amerikan është pjesë e një serie kandidatësh që një burim i brendshëm i tha New York Post se ishin të dobët. Midis kandidatëve janë ish presidentja Kiliane, Michelle Bachelet, e cila mund të përballet me rezistencë nga Shtetet e Bashkuara, dhe drejtori i Argjentinas i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Rafael Grossi, i cili mund të përballet me skepticizmin britanik për shkak të ishujve Falkland. Në Infantino, marrëdhëniet e Trump me OKB-n mund të përmirësohen. Presidenti nuk është shmangur kurrë nga kritikat ndaj Kombeve të Bashkuara për mosveprimin e tyre në ndërmjetësimin e konflikteve të mëdha në botë. Autoritetet e Tokios po inkurajojnë punonësit që gjatë verës të shkojnë në punë me veshje më të lehta, përfshirë edhe pantallonat e shkurtra. Masa synon të ndihmojë qytetarët të përballojnë temperaturat e larta dhe të ulë konsumin e energjisë. Megjithatë, nisma ka shkaktuar debate pasi disa e konsiderojnë të padrejtë ndaj grave të cilat ende përballen me pritshmëri më të rrepta për mënyrën e veshjes në zyrë. Të tjerë janë ankuar edhe për atë që në Japoni po quhet sunehara ose shqetësimi nga qimet e këmbëve të kolegëve meshkuj. Sondazhet tregojnë se opinioni publik mbetet i ndarë, ndërsa nisma vjen në një periudhë kur Japonia po përballet me temperatura rekord të larta gjatë verës. OpenAI ka bërë të ditur se disa nga modelet e saj më të avancuara të inteligjencës artificiale arritën të dalin jashtë kontrollit gjatë një testi sigurie dhe kryen në mënyrë autonome një sulm kibernetik ndaj platformës Hugging Face. Sipas kompanisë, sistemet e AI shfrytzuan dobësi në mjedisin e testimit për të dalë prej tij dhe tentuan të hynin në sistemet e brendshme të platformës. OpenAI e cilësoi ngjarjen si të paprecedent, ndërsa hetimet po zhvillohen në bashkëpunim me Hugging Face.
Kompania tha se dobësitë janë korrigjuar dhe po verifikohen nëse janë prekur të dhënat e përdoruesve apo partnerëve. Rasti ka rihapur debatin për sigurinë dhe kontrollin e sistemeve të avancuara të inteligjencës artificiale. Shkojmë tani me sport. Sot në mbrëmje, Egnatia pret në shtëpi kampionët e Slovenisë Çelje në duelin e vlepshëm për turin e dytë të Champions League, me ëndrrën për të hedhur një hap drejt kualifikimit. Rogozhinasit vizitron një atmosferë pozitive, së cilës i shtohet edhe rikthimi në fushë i kapitenit Albano Aleksi. Egnatia do të synoj sot historinë. Ekipin e Vildedës pas kalimit të turit parë kualifikues në Champions League do të presin në shtëpinë e tyre kampionët e Slovenisë Celje. Fitoria 6-1 ndaj moldavëve të Petrokub i dha rezultatin më të thellë të arritur nga ekipet shqiptare në përballjet ndërkombëtare, por Rogozhinasit synojnë më tej. Miqtë vinë me një stil loje të organizuar dhe cilësi të lartë teknike. Megjithatë, Egnatia ka treguar vitet e fundit se nuk i trembet emrave, duke rivalizuar dhe ekipet me eksperiencë në arenën ndërkombëtare. Lajmi mirë për teknikun Dede është rikthimi në fushë i kapitenit Albano Aleksi dhe pjesa tjetër e skuadrës gëzon formë të mirë fizike. Mbështetja e tifozëve dhe atmosfera në stadium pritet të jetë një armë shtesë për kampionët shqiptar. Për Egnatia në objektiv është i qartë të marrë një rezultat pozitiv në ndeshjen e parë për të udhëtuar me besim drejt sfidës së kthimit në Sloveni. Një tjetër kualifikim do të ishte një sukses historik për klubin, por edhe një hap i rëndësishëm për futbollin shqiptar në arenën europiane. Takimi i parë luhet këtë mbrëmje në orën 21 në arenën Egnatia, ndërsa gjithçka do të vendoset në Sloveni, me fituesin që do të sigurojë një vend në turin e tretë kualifikues të UEFA Champions League. Luka Modric nuk di të ndalet, edhe pse në moshën 41 vjeçare legjenda kroate do të vijojë të jetë pjesë e Milanit. Sipas ekspertit të Mercatos, Fabrizio Romano, dy palët kanë arritur marrëveshjen edhe për një sezon. Luka Modric nuk ka ndërmend të dorëzohet, edhe pse ka mbushur 41 vjeç. Kroati do të vazhdojë aventurën me Milanin. Lajmin e ka dhënë eksperti i Mercatos së futbollit, Fabrizio Romano, që me anë të një postimi në rrjetet e tij sociale, bëri të ditur se dy palët kanë qetur gjuhën e përbashkët për një kontratë re 1 vjeçare. Fituesi i topit të artë në vitin 2018 mbetet një nga liderat e skuadrës kuqezi, ndërsa trajneri Ruben Amorim e konsideron një pikë kyçe të projektit për sezonin e ri. Luka Modric u bashkua me Milanin në korrik të vitit 2025. Si transferim i lirë nga Real Madridi, duke nënshkruar një kontratë 1 vjeçare me opsion për 1 vit shtesë. Sezonin e kaluar ai luajti 37 ndeshje me fanellën kuqezi, duke shënuar 2 gola dhe dhuruar 3 asist. Pavarësisht moshës, Modric nuk ndalet. Me rinovimin tashmë të mbyllur, tifozët e Milanit do të shijojnë edhe për një sezon magjinë e një prej mesfushorëve më të mirë të historisë së futbollit. Një episod pak sportiv dhe provokues u regjistrua në duelin mes Larne dhe Crvena Zvezdës në sfidën e vlepshme për kualifikuesit në Champions League. Pas ndeshjes ndaj kampionëve të Irlandës së Veriut, profili zyrtar i Crvena Zvezdës publikoi një foto nga atmosfera në tribun, ku në sy binte edhe një banderole tifozëve me mbishkrimin Kosova është Serbi. Fotoja është shpërndar në kanalet zyrtare të klubit dhe ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale. Mesazhi i përdorur prej vitesh nga ultrasit serb rikthen edhe një herë në vëmendje për zgjerrjen e futbollit me çështje politike në rajon. Deri tani nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar nga UEFA lidhur me pankartat e tifozëve dhe shpërndarjen e saj nga Crvena Zvezda, ndërsa kanë shpërthyer komentet nga shqiptarët në postimet e klubit serb. Ishulli i Sazanit në sytë e artistëve të huaj e shqiptar, si është perceptuar në vite dhe si përcillet sot, është një nga ekspozitat dhe diskutimet në punishten që merr jetë në vilën e ish diktatorit Hoxha. Rezidencat artistike i bëjnë ata të lëvizin nga një vend në tjetrin. Elian Stefa është një prej tyre. I lindur në Vlorë përballë ishullit të Sazanit, ka jetuar gjatë me rrëfimet e banorëve aty. Madje ndëronte 7 vjet më parë që ai ishulli lënë në harres të mirëpriste artistë nga gjithë bota. Me përvojë artistike në Bienalet e Venecias, në arenën ndërkombëtare rikthehet nga Portugalia, ku mbyll doktoraturën. Në vilën 31 për një rezidencë që edhe këtë herë nuk e shkëpuste dot nga Sazani i tij, as artistikisht.
Çfarë bën Elian Stefa sot në vilën e ish diktatorit, në vilën 31, në një rezidencë artistike? Përshëndetje Luela, mirë se u ktheve në këtë diskutim që kemi filluar shumë vite më parë, të falenderoj që jeri kthyer. Çfarë po bëjmë tani është që po mbledhim gjithë aktivitetin e viteve të fundit, gjithë veprat e artit, gjithë antologjitë të ndërtuar me shumë bashkëpunëtor në një publikim konciz. Të gjitha veprimtaritë artistike që kanë ndodhur në ishullin e Sazanit dhe përreth, qoftë rezidencë artistike, ekspozita, hulumtime shkencore dhe artistike, këto po marrin formë në një laborator të hapur që është aty ku filloi gjithë historia e paranojës shqiptare te vila e ish diktatorit. Mes debateve të shumta ai ekspozon aty gjithë materialet që kanë mbledhur nga hartat e vjetra në arkiv të fotografitë e artistëve të huaj, që kur kanë mbërritur në Vlorë ka shëtitur vet ai në Sazan, në ekspeditë artistike. Çfarë është shumë e rëndësishme është që të tregojmë që një territor si Puna e Sazanit nuk është një vend që është bosh. E kundërta, është një vend që ka një shtresëzim shumë të madh të historirash që shkojnë mbrapa 2000 ose 3000 vjet. Prandaj gjen që nga anijet e Cezarit pranë ishullit deri te ndërtimet e fashistëve italianë dhe pastaj komunistëve dhe kështu me radhë. Ishulli i Sazanit dhe gjithë gjiri i Vlorës është plot me histori dhe plot me elementë që ndërtojnë këtë identitet, të cilat nuk mund të shuhen ose të eliminojnë komplet me dikë që vjen dhe thotë që e zbulova unë në këtë moment. Aty historirat janë ndërtuar prej shumë kohe dhe vazhdojnë që të jenë prezente dhe janë ato që japin edhe identitetin këtij vendi. Ai është artin jo vetëm si një formë ekspozimi, por edhe një mënyrë për të treguar rrugën, edhe sot që Sazani ka nxitur një revolt. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë informative. Ju mund të na ndiqni në a2cnn.com, gjithashtu në rrjetet sociale. Nga unë Doneta Progni, mirupafshim.